E dua Ozanin shmendurisht, por familja e tij nuk më do mua, dhe në fakt kanë të drejtë. Nuk mund t'i afrohem, madje as dorën nuk mund t'ja mbaj. Ozani po fle, por e di, ai e ndjen se zemra ime rrej për të. Për këtë arsye po qëndroni fort. Të lutem më ndihmo. Nëse keni qoftë edhe pak besim te jeta, te dashuria dhe te njerëzimi, ju lutem më ndihmoni mua. Ma merrni gjakun këtu, pa më parë askush mua. Për ndryshe nuk do të më japin leje. O Zot, bëje që të përputhet. O Zot, më ndihmo ta shpëtoj Ozanin. Në rregull, e kaluar qoftë. Kur do të dalin rezultatet? Nëse përputhet, mund të më fusni në operacion që tani, të mos humbasim kohë as pak. Rezultatet do të marrin pak kohë. Nëse ka përputhje, fillimisht bëhet një biopsi e vogël, pastaj transplanti do të bëhet. Në rregull. Sa zgjat procedura? Besoj se do të dihet nesër. Mirë. Faleminderit. Nëse del më herët, do të më njoftoni apo jo? Sigurisht. Kjo nga doli. Erdha Ozan. Prandaj jam aty ku dua të jem. Prandaj është shumë e vështirë të jem larg teje. Shumë e tmerrshme. Kur jam larg teje, gjithçka është e trishtuar. Zoshtë janë të trishtuar. Dielli është i trishtuar. Madje edhe rret janë të trishtuara. Prandaj, duhet të shërohesh sa më shpejt. Çfarë do që të thonë të tjerët? Ne do t'i kapërcejmë bashkë të gjitha vështirësitë, të gjitha problemet do t'i kalojmë dorë për dorë. Dhe jemi shumë të lumtur të ta shohësh. Do martohemi, do krijojmë shtëpinë tonë të lumtur. Edhe ti do jesh i lumtur. Çdo mëngjes do të zgjohem duke parë sytë e tonë. Të lutem shërohu sa më shpejt. Mjafton që sytë du të takojnë sytë e mi. Kjo më mjafton mua. Duroj dashuria ime. Gjithçka do të rregullohet. Do ta shohësh. Unë të premtoj ty. Do të shërohesh, Ozan. Ti do kthehesh përsëri tek unë. Dhe do të jemi shumë të lumtur bashkë.
Aq sa unë e njoh Ozanin, ai do ta fitoj këtë luftë. Djalim do të kthehet përsëri. Por ti nuk do ta përjetosh atë moment. Ozani është në këtë gjendje për fajin tënd. Për fajin tënd po lufton me vdekjen. Çfarëdo që na ka ndodhur për shkakun tënd. Por ta jap fjalën ty. Nuk do ta lejoj më kurrë Ozanin të t'afrohet ty. Këtë herë nuk arrita ta mbroj djalin tim. Por nuk do ta lejoj më të ndodhë diçka e tillë asnjëherë. Që tani e tutje. Për sa kohë unë do jem gjallë, nuk do të ketë më Aslı dhe Ozan. Mos humb në ëndra të kota. Edhe sikur të bashkohen të dy botët, nuk do ta jap djalin tim ty. Tani zhduku që këtu. Ti akoma këtu ndodhesh? Më thuaj se çfarë po pret që të ikësh ti nga këtu? Nëse ti je këtu, edhe ajo për të njëjtën arsye është këtu. Perçin, tani nuk është momenti. Profesor, po ju a them unë kështu. Ozani është fëmijëria ime. Ai është shoku im i parë. Dashuria ime e parë. Prandaj unë jam këtu. Vendi im është këtu. Por Aslı, ajo që u bë shkaku që Ozani ndodhet në këtë gjendje nuk ka vend në këtë fotografi. Nuk mund ajo të qëndroj as pak.